Kryeministri Edi Rama deklaroi se programi i paqes fiskale, një nga premtimet kryesore të mazhorancës për mandatin e ri, ka hyrë në fazën e zbatimit. Në një komunikim publik, Rama sqaroi se ky program synon të lehtësojë barrën tatimore për sipërmarrje, duke ofruar fshirjen e detyrimeve të papaguara për periudha të ndryshme. Si do të jetë kjo falje? A. Fshirje e plot e detyrimeve tatimore të papaguara që i përkasin periudhave më të hershme se 10 vite. B. Fshirje 50% e detyrimeve për periudhat 5 deri në 10 vite, nëse shuma e mbetur paguhet një herësh brenda një afati të përcaktuar, së bashku me fshirjen e gjobave dhe të interesave. C. Fshirje 25% e detyrimeve për të njëjtën periudhë, 5 deri në 10 vite, nëse shumat paguhen me këste brenda një viti, gjithashtu edhe kjo me fshirje të gjobave dhe të interesave. D. Fshirje e gjobave dhe e kamatvonesave për periudhat 1 deri në 5 vite, me kusht që të paguhet i plot tatimi, tarifa ose kontributi i të njëjtës periudhë. Rama njoftoi gjithashtu fshirjen e gjobave dhe kamatvonesave për periudhat 1 deri në 5 vite, me kusht që tatimet, tarifat ose kontributet e kësaj periudhe të paguhen plotësisht. Sipërmarrjet do të kenë mundësi të rishikojnë deklarimet e mëparshme financiare, ku për ndryshime mes deklarimit të vjetër dhe atij të rishikuar do të paguhet vetëm 5% tatim mbi fitimin. Për një periudhë që mund të shtrihet deri në 3 vite, sipërmarrjet mund të lidhin marrëveshje vullnetare me administratën tatimore, ku të pranojnë të rrisin me 18% fitimin e tatueshëm krahasuar me vitin e kaluar. Që do thotë se ky fitim tatohet sipas ligjit në fuqi, ndërsa për çdo shtesë mbi këtë fitim, tatimi do të jetë vetëm 5%. Kryeministri theksoi se gjatë kohës që është në fuqi marrëveshja e paqes fiskale, bizneset nuk do të jenë subjekti kontrolleve tatimore për tatimet mbi fitimin. Gjatë kohës që është në fuqi marrëveshja e paqes fiskale, sipërmarrjet nuk do të nënshtrohen kontrolleve tatimore që lidhen me tatimin mbi fitimin. Rama shtoi se ky program nuk është një slogan elektoral, por një hap i ri në marrëdhëniet mes sipërmarrjes dhe administratës tatimore. Ai e cilësoi këtë si një detyrim moral ndaj qytetarëve pas fitores së mazhorancës në zgjedhjet e 11 maj, duke nënvizuar rëndësinë e stabilitetit fiskal dhe përmirësimin e klimës së biznesit në vend.